e ata që mohuan Kuranin dhe Muhamedin, për ta është njësoj ua tërhoqe verejtjen apo nuk ua tërhoqe, ata nuk besojnë. Allahu ua mbylli atyre zemrat, veshët e tyre dhe në të pamurit e tyre ka një perde, e ata kanë një dënim të madh. 2:6-7 E ata që mohuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, të tillët janë banues të zjarrit, ata do të jenë aty për gjithmonë. 2:39 Po, do të ju kapë zjarri, ai që bën keq dhe që e vërshojnë gabimet e tij, ata janë banues të zjarrit, aty janë për gjithmonë. 2:81 Të tillë janë ata që e vlerësuan jetën e kësaj bote mbi botën tjetër, andaj atyre as nuk do t'u lehtësohet dënimi, e as që do të ndihmohen ata. 2:86 Kush është armik i Allahut, i engjëjve të tij, i të dërguarve të tij, i Xhibrilit dhe i Mikailit, ai është mosbesimtar. Allahu pa dyshim është armik i mosbesimtarëve. 2:98 E sikur të kishin besuar ata dhe sikur të ishin ruajtur prej mëkateve, po të dinin, shpërblimi prej Allahut do të ishte shumë më i dobishëm. O ju që keni besuar, mos thuani, Raina, po thuani, undhurna dhe respektoni. Mosbesimtarët kanë dënim të dhëmshëm, as ata, idhtarët e librit që nuk besuan, e as i dhujtarët nuk duan që juve të ju vijë ndonjë e mirë nga Zoti juaj. Mirë po, Allahu me mëshirën e vet veçon atë që dëshiron, Allahu është Zoti i mirësisë së madhe. 2:103-105 E kush mundet të jetë më mizor se ai që në xhamit e Allahut pengon të përmendet emri i tij, të bëhet ibadet dhe përpiqet për shkatërimin e tyre. Atyre ndryshe nuk u takoi të hyjnë vetë në to, vetëm duke qenë respektues të tyre e jo rënues. Ata në këtë jetë kanë nënçmim e në botën tjetër dënim të madh. 2:114 E ata që nuk din, kurejshitët politeist, thanë, përse të mos na flas neve Allahu, ose të na vi ndonjë argument. Po kështu, thënjet e tyre në mënyrë të njëjtë i patën përsëritur edhe ata që ishin para tyre. Të njëjta janë zemrat e tyre. Ne tani sqaruam argumentet për një popull që dëshiron të bindet. 2:118 Ata, të cilët mohuan dhe vdiqën si pabesimtar, kundër tyre është mallkimi i Allahut, i engjëjve dhe i të gjithë njerëzve, ata përgjithmonë janë aty, në noj zjarr, as nuk u lehtësohet dënimi, as nuk u jepet afat. 2:161-162 E nga njerëzit ka asish që në vend të Allahut besojnë idhujt që i duan, i madhërojnë, ata, sikur që besimtarët e vërtet e duan Allahun, po dashuria e atyre që besuan Allahun është shumë më e fortë. E sikur të dinin ata që bën mizori se kur do ta shohin dënimin në botën tjetër, do të binden se e tërë fuqia i takon vetëm Allahut, e jo idhujve, dhe se Allahu është ndëshkues i rrept, dhe sikur të shihnin, kur do të largohen ata që u prinin prej atyre që i ndiqnin, paria largohet prej atyre që u shkuan pas, e të gjithë e shohin dënimin dhe këputen lidhjet e tyre, e ata, të cilët u patën shkuar pas do të thonë, sikur të na lejojë një kthim në dynja e të largohemi prej tyre prizve, siç u larguan ata tash prej nesh.
kështu Allahu do t'ju paraqes veprat që janë dëshpërim për ta, e ata nuk kanë të dalë prej zjarrit. 2. 165, 167. E kur u thuhet atyre, idhujtarëve, pranoni atë që Allahu e shpalli. Ata thonë, jo, ne ndjekim atë rrugë në të cilën i gjetëm prindërit tanë. Edhe si kur prindërit e tyre të mos kenë kuptuar asgjë dhe të mos jenë udhëzuar në rrugën e drejtë, ata do t'i pasonin shembulli i thirrësit të atyre që nuk besuan është sikur se i atij bariut që u lëshon britme atyre bagëtive, që nuk dëgjojnë tjetër vetëm se britme e zë, e nuk kuptojnë. Ata janë të shurdhër, me mecë e të verbër, ata nuk kuptojnë. 2. 170, 171. Ata që fshehin nga libri atë që shpalli Allahu dhe për të fitojnë shumë të pakt, ata në barqet e tyre fusin vetëm zjarr. Atyre Allahu nuk do t'u flasë në ditën e gjykimit dhe as nuk i shfaqson ata, por për ta pason dënim i rënd dhe i padurueshëm. Ata janë që në vend të udhëzimit e morën humbjen dhe dënimin në vend të shpëtimit. Sa të durueshëm qenë kanë ata ndaj zjarrit, atë dënim, për shkak se Allahu e zbriti librin, Tevratin, me sqarim të drejtë, e ata që bën ndryshime në librin, janë në një përçarje të largët nga e vërteta. 2. 174, 176. Ka ndonjë nga njerëzit që fjala e tij të mahnit, por vetëm në këtë botë, pse në botën tjetër gjykon ai që i di të fshehtat, dhe për atë që ka në zemrën e tij, e paraqet Allahun dëshmues, e në realitet ai është kundërshtari më i rrept. E posa të kthehet, ai në tokë vepron të bëj shkatërim në të asgjësoj të korrat, mbjelljet dhe gjallësat. E Allahu nuk e do çrregullimin, fesadin, dhe kur i thuhet atij, ki frik Allahun, atë e kap eufori për punë mëkati. Shtrati shëmtuar është ai që i takon atij xhehenemi. 2. 204, 206. E nëse devioni pasi që u kanë ardhur argumentet e qarta, ta dini pra se Allahu është i plotfuqishëm, i vetëdijshëm, ata nuk janë duke pritur tjetër, por vetëm t'u vijë Allahu, urdhëri i Allahut në ditën e gjykimit, në nhije të reve, t'u vinë. E ngjajt dhe çështja të jetë e kryer, kush për xhenet e kush për xhehenem. Vetëm tek Allahu është fundi i të gjitha çështjeve. 2. 209, 210. Është e vërtetë se atyre që nuk besuan nuk do t'u vlej asgjë para Allahut, as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata vetë janë lëndë e zjarrit, si gjendja e pasardhësve të faraonit dhe atyre që ishin para tyre, që përgënjeshtruan argumentet tona, e Allahu i shkatërroi me fajet e tyre, Allahu ndëshkon shumë ashpër, thuaju atyre që nuk besuan. Do të jeni të mposhtur në këtë jetë dhe do të hidheni në xhehenem. Sa i shëmtuar është ai diep, shtrat. 3. 10, 12. Ata që mohojnë argumentet e Allahut, mbysin pejgamberët pa far të drejte, mbysin edhe njerëz që këshillojnë për të drejtën, ti ata lajmëroj për një ndëshkim të dhëmshëm e pikëllues, ata veprat e tyre i asgjësuan në këtë botë dhe në botën tjetër. Ata nuk kanë ndonjë mbrojtës. 3. 21, 22. 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
për sa u përket atyre që nuk besuan, unë do t'i ndëshkoj me një ndëshkim të ashpër në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ata nuk do të kenë ndihmëtar. 3:56 Një grup nga iftarët e librit kishin dëshirë të shpjejnë në rrugë të gabuar, por ata nuk mashtrojnë tjetër pos vetes së tyre, dhe nuk e vërejnë, o iftarë të librit, përse nuk i besoni ajetet, Kuranin e Allahut, e duke e ditur të vërtetën? 3:69-70 Ata, të cilët pas besimit të tyre u bën pabesimtar, e pastaj edhe e shtuan mosbesimin, atyre kurse si nuk u pranohet pendimi. Të tillët janë mu ata të humburit, ata që nuk besuan dhe vdiqën si mosbesimtar, asnjërit prej tyre nuk do t'u pranohet për kompensim, qoftë edhe plot faqen e dheut ari. Ata i pret një dënim i dhëmshëm dhe për ta nuk kanë ndihmëtar. 3:90-91 E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë pasi u patën zbritur argumente. Ata do të pësojnë një dënim të madh. 3:105 S'ka dyshim se atyre që nuk besuan, nuk do t'u bëjnë dobi ndaj dënimit të Allahut as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata janë banues të zjarrit dhe aty janë për gjithmonë. 3:116 Përpara jush kanë kaluar popujt ndaj të cilëve janë zbatuar ligjet, ndaj udhëtoni nëpër tokë dhe shikoni si që përfundimi i atyre që përgënjeshtruan. 3:137 Ne do të mbjellim frikën në zemrat e atyre që nuk besuan, sepse ata Allahut i trillojnë e i mbeshin zotat të tjerë, duke mos pasur për të kurfar fakti, ndaj vendbanimi i tyre do të jetë xhehenemi. Sa i shëmtuar është vendi i mizorëve. 3:151 Të mos mendojnë ata që nuk besuan se afatin që u dham ne atyre të jetojnë, është në dobi të tyre. Ne i lam të jetojnë vetëm që të shtojnë edhe më shumë mëkatet, se ata i pret dënim nënçmues. 3:178 Ata, të cilët bëjnë kooperaci me atë që nga të mirat e veta u dha Allahu, të mos mendojnë kurse si se ajo është në dobi të tyre. Jo, ajo është në dëm të tyre. Ajo e mirë me çka bën kooperaci, në ditën e Kiametit do të mbështillet në qafën e tyre. Allahu t'i mbesin trashëgim qiejt dhe toka, Allahu është i njohur mirë me atë që veproni, Allahu ka dëgjuar fjalën e atyre që thanë, Allahu është i varfër e ne jemi të pasur. Ne do të shënojmë atë që thanë ata dhe që i mbytëm pejgamberët pa kurfar faji, e do t'ju themi, vuane mundimin e djegjes së zjarrit, kjo është merit e duarve tuaja, se Allahu nuk është zullumqar ndaj robëve, ata janë që thanë. Allahu na ka porositur që të mos besojmë asnjë të dërguar derisa ai të na sjellë një kurban që do ta ngrënë zjarri. Thuaju, para meje juve u erdhën të dërguar me argumente dhe me atë që e thatë, e përse i mbytët ata, nëse thoni të vërtetën? Po nëse ata ty të përgënjeshtrojnë, janë përgënjeshtruar edhe para teje të dërguar që u erdhën me argumente të prera, me shkrime qiellore dhe me libër të ndritshëm. 3:180-184 Dhe kur Allahu mori zotimin nga ata që ju pat dhënë libri, që gjithçysh tua publikoni atë njerëzve, e të mos e fshehni,
por ata e lanë pas dore atë për pak sen të kësaj jete, pra bën punë të keqe. Mos mendo se janë të shpëtuar ata që gëzohen për atë që bën, e fshehen çështjen tënde, dhe dëshirojnë të jenë të lavdëruar për atë që nuk e punuan mos llogarit shpëtim për ta, nuk e thanë të vërtetën, ata kanë një dënim të dhëmbshëm. 3. 187, 188 Të mos mashtroj bredhja në për qytete e atyre që nuk besuan, ajo është një kënaqësi e pakët, e pastaj vendi i tyre është xhehenemi që është vend mjerimi. 3. 196, 197 Dhe si do të jetë gjendja e atyre që nuk besuan, kur ne do të sjellim dëshmitar për çdo popull, e ty do të sjellim dëshmitar mbi ata që nuk të besuan, atë ditë ata që nuk besuan dhe kundërshtuan të dërguarin, do të dëshironin të varroseshin, të rrafshohej mbi ta toka nga se nuk mund t'i fshehin Allahut asgjë. 4. 41, 42 Shiko se si shpifin kundër Allahut. Mjafton kjo shpifje si mëkat i hapët, a nuk u vure re atyre që ju është dhënë pjesë nga libri? Besojnë idhuj e djallëzi dhe për ata që nuk besuan thonë, këta janë në rrugë më të drejtë se ata që besuan. Ata janë që Allahu i mallkoi, e atë që e mallkon Allahu, për të nuk kanë ndihmëtar, a mos kanë ata ndonjë pjesë të pushtetit? Ata atëherë nuk do t'u jepnin njerëzve as sa grimca, a u kanë zili atyre njerëzve për atë që Allahu u dha nga mirësitë e tij? Ne u patëm dhënë pasardhësve të Ibrahimit librin e sheriatin dhe u patëm dhënë atyre pushtet të madh. Po disa prej tyre i besuan atij, Muhammedit, e disa e refuzuan. Për ta mjafton zjarri i xhehenemit, është e vërtetë se ata që mohuan argumentet tona, do t'i hudhim në zjarr. Sa herë që u digjen lëkurat e tyre, ne ndërrojmë lëkurat të tjera që të shijojnë dënimin. Allahu është i plot fuqishëm, i drejtë. 4, 50, 56 Për Zotin tënd jo, ata nuk janë besimtar të asaj që të zbirti ty as të asaj para teje, derisa të mos zgjedhin ty për të gjykuar në atë konflikt mes tyre, e pastaj, pas gjykimit tënd, të mos ndjejnë pa kënaqësi nga gjykimi yt dhe derisa të mos binden sinqerisht. 4, 65 Ja, ju jeni ata që i mbrojtët gënjeshtarët në jetën e kësaj bote, kush do të polemizoj me Allahun për ta ditën e gjykimit, apo kush do t'i marrë në mbrojtje. 4, 109 Në shumë biseda të tyre të fshehta nuk ka kurfar dobije, përveç bisedës, kush këshillon për lëmosh, për ndonjë të mirë ose pajtim mes njerëzve. E kush i bën këto duke pasur për qëllim vetëm kënaqësinë e Allahut, ne do t'i japim më vonë në botën tjetër shpërblim të madh. 4, 114 Nuk është shpëtim sipas shpresave tuaja as sipas shpresave të iftarëve të librit. Kushto që bën keq do të ndëshkohet me te dhe, pos Allahut, nuk ka për t'i gjetur vetes as mbrojtës as ndihmës. 4, 123 S'ka dyshim se ata që nuk besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, dëshirojnë të bëjnë dallim mes Allahut dhe të dërguarve të tij e thonë, ne i besojmë disa e nuk i besojmë disa të tjerë e mes këtij duam të marrim një rrugë. Të tillët lanë jo besimtarët e vërtetë,
e ne kemi përgatitur dënim të fortë e nënçmues për jo besimtarët. 4. 151 Ata që nuk besuan dhe penguan nga rruga e Allahut, ata kanë humbur shumë larg, ata që nuk besuan dhe bën zullum, Allahu as nuk ka për t'i falur, as nuk ka për t'i drejtuar në rrugë, përpos rrugës së xhehenemit, në të cilin do të jenë përjet të përsosur. E për Allahun kjo është lehtë. 4. 167 169 E ata që mohuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, ata janë banues të xhehenemit. 5. 10 Atyre që mohuan, edhe sikur të ishte e tyre e gjithë ajo që është në tokë, e edhe njëherë aq për të dhënë shpagim, zhdëmtim, nga dënimi i ditës së Kiametit, nuk u pranohet. Ata kanë dënim të dhembshëm, ata përpiqen të dalin nga zjarri, por s'kan të dalë nga ai, ata kanë dënim të përhershëm. 5. 36 37 O ti i dërguar, të mos brengos vrapimin në mosbesimi atyre që me gojet e tyre thanë, ne kemi besuar, e zemrat e tyre nuk kanë besuar, munafikët, e asja atyre që janë jehudi, të cilët shumë i përgjigjen gënjeshtrës dhe shumë dëgjojnë fjalën. Një populli që nuk vjen te ti, ata janë që i mënjanojnë fjalët pas vënies së tyre në vendin e vet, nga ana e Allahut, e thonë. Nëse u jepet kjo, pranoni, e nëse nuk u jepet, atëherë refuzoni. Po atë që Allahu do ta humbë, ti nuk mund të bësh asgjë për të, nuk mund ta shpëtosh. Janë ata të cilëve Allahu nuk deshi t'ju pastroj zemrat prej kufrit. Janë ata që në këtë jetë kanë poshtërim, kurse në jetën tjetër kanë dënim të madh. Janë ata që i përgjigjen të pavërtetës dhe hanë shumë haramin, rishfetin. Në qoftë se vinë te ti për ndonjë gjykim, gjyko mes tyre ose hiqu tyre. Nëse prapsesh prej tyre nuk gjykon, ata nuk mund të sjellin ty kurfar dëmi. Po nëse gjykon mes tyre, gjyko drejt, Allahu i do të drejtit. 5, 41, 42 Ndërkaq, ata që mohuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, janë banues të zjarrit. 5, 86 E kur u thuhet atyre, e janë të ajo që e zbriti Allahu dhe te, çka thot, i dërguari, ata thonë, na mjafton ajo që i gjetën prindërit tanë, a mjafton, edhe nëse prindërit e tyre ishin që nuk dinin asgjë dhe nuk ishin në rrugë të drejtë. 5, 104 Nuk ka argument që u vjen atyre nga argumentet e Zotit të tyre, e që ata nuk i shmangen, ata përgënjeshtruan të vërtetën kur u erdhi, e më vonë do ta kuptojnë lajmin e asaj me të cilën taleshin. A e vërejtën ata sa gjenerata para tyre i shkatëruam e që ne u patëm mundësuar atyre, komoditet, në tokë çfarë juve nuk ju mundësuam. U patëm lëshuar nga qielli me bollëk dhe u patëm bërë që të rrjedhin lume ndërta. E për shkak të mëkateve të tyre i shkatëruam dhe pas tyre sollëm breza të tjerë, edhe sikur të zbritnim ty një libër të shkruar në letër, e ta preknin atë me duart e tyre, ata që mohuan do të thoshin, kjo nuk është tjetër përveç një magji e qartë. 6, 4, 7 E pastaj thanë, pse të mos i zbret atij Muhammedit një engjëll të na thot për Muhammedin se është i dërguar.
E sikur të zbritnim në një engjëll, çështja do të merrte fund duke mos u dhënë atyre afat, sikur ta bënim ne atë të dërguarin engjëll, atë do ta bënim në formë njeriu e do t'ua përzienim nga të ronim. Atyre atë që i përzien ata vetes së tyre, edhe të dërguarit e tjerë para teje janë përqeshur, e ata që u tallën pësuan dënim, për shkak se talleshin, thuaj. Ecni në për tokë e mandej shikoni se si që përfundimi i gënjeshtarëve, thuaj. E kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes. Ai do t'ju të bojë në ditën e gjykimit, për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetvetes, ata nuk besojnë. 6, 8, 12. Thuaj, cili send ka dëshminë më të madhe? Thuaj, Allahu është dëshmues mes meje e jush, e mua më është shpallur ky Kur'an që me të t'ju tërheq vërejtjen juve dhe atij që i komunikohet, dhe të gjithë atyre që vijnë pas jush deri në ditën e Kiametit. Ju po dëshmoni se pos Allahut ka edhe zota të tjerë, a? Thuaj, unë nuk dëshmoj. Ai është vetëm një Zot dhe unë jam i pastër nga ajo që ju i shoqëroni. 6, 19. Përkujto ditën kur ne i të bojmë të gjithë dhe u themi atyre që i shoqëruan. Ku janë ata të shoqëruarit tuaj që i trillonit? Atëherë, pas atij sprovimi, përgjigje tjetër s'u mbetet përveç të thonë, për Allahun, o Zoti ynë, ne nuk ishim idhujtarë. Shi se si bëjnë gënjeshtra kundër vetes dhe si u shkoi huq ajo që trillonin, ka prej tyre që ty të dëgjon, kur lexon Kur'anin. Po ne kemi krijuar mbules mbi zemrat e tyre që të mos e kuptojnë atë dhe në veshët e tyre sajuam shurdhim, dhe edhe sikur t'i shohin të gjitha faktet, ata nuk besojnë, derisa kur vinë te ti e të polemizojnë, ata që mohuan thonë. Nuk është tjetër ky, Kurani, vetëm se mit i hershëm, ata ndalojnë të tjerët nga ai dhe vetë largohen prej atij, Kuranit, e me atë nuk shkatërojnë tjetër vetëm vetveten, dhe nuk e hetojnë. 6, 22, 26. E sikur t'i shije ata kur janë ndalur pranë zjarrit e thonë, sikur të ktheheshim në dunja, të mos gënjejmë faktet e Zotit ton e të bëhemi nga besimtarët. Jo, s'është ashtu, po atyre u doli në shesh ajo që e mbanin fshet më parë, prandaj edhe sikur të ktheheshin ata, do ta përsëritnin atë që e kishin të ndaluar, e s'ka dyshim, ata janë gënjeshtarë, ata thanë, nuk ka tjetër. Vetëm kjo jeta jon në këtë botë, dhe ne nuk do të rigjallemi, dhe sikur ti kishte para ata kur të ndalohen para Zotit të tyre e u thuhet atyre. A nuk është kjo ringjallja e vërtet? Ata thonë, po, për Zotin ton. Thot, shihoni pra dënimin për atë që mohonit. Ata që përgënjeshtruan se do të takohen me Allahun në ditën e gjykimit, kanë humbur përderisa të vijë momenti, Kiameti, befas e të thonë, të mirët ne për atë që lëshuam nga punët e mira në dunja. E duke i bartur gabimet e veta në shpinë dhe e shëmtuar është ajo që bartin. 6, 27, 31. Ne dim se ty të brengos ajo që thonë, e ata nuk të gënjejnë ty, por ata mizor mohojnë argumentet e Allahut, janë përgënjeshtruar të dërguar para teje, duruan atë gënjeshtër dhe u torturuan përderisa u erdhi ndihma jonë.
prandaj s'ka kush që ndryshon fjalët, premtimet e Allahut. E ti e i njohur me disa nga ngjarjet e të dërguarve, edhe ti do të ndihmohesh sikurse ata, por nëse refuzimi i tyre të është bërë brengë e madhe, ti kërkoje, nëse ke mundësi, ndonjë vrim në tokë ose shkallë në qiell e t'u sjellësh atyre ndonjë argument, po ti s'mund ta bësh këtë. Të kishte dashur Allahu i kishte tubuar në rrugë të drejtë, po ti mos u bën nga të padijshmit dhe mos u brengos. 6:33-35 Ne dim se ty të brengos ajo që thonë, e ata nuk të gënjejnë ty, por ata mizor mohojnë argumentet e Allahut, janë përgënjeshtruar të dërguar para teje, duruan atë gënjeshtër dhe u torturuan përderisa u erdhi ndihma jonë. Prandaj s'ka kush që ndryshon fjalët, premtimet e Allahut. E ti e i njohur me disa nga ngjarjet e të dërguarve, edhe ti do të ndihmohesh sikurse ata, por nëse refuzimi i tyre të është bërë brengë e madhe, ti kërkoje, nëse ke mundësi, ndonjë vrim në tokë ose shkallë në qiell e t'u sjellësh atyre ndonjë argument, po ti s'mund ta bësh këtë. Të kishte dashur Allahu i kishte tubuar në rrugë të drejtë, po ti mos u bën nga të padijshmit dhe mos u brengos. 6:33-35 Vetëm ata që kanë dëgjim të shëndosh i përgjigjen ftesës të vdekurit, ata që nuk dëgjojnë dhe nuk besojnë, Allahu i ringjall, e pastaj të ai kthehen, u jep atë që e meritojnë, dhe thanë, përse të mos i zbret atij Muhammedit një mrekulli nga Zoti i tij? Thuaj, s'ka dyshim se Allahu ka fuqi t'ia zbresë një mrekulli, por shumica e tyre nuk e dinë se çka do t'i gjente më pas. 6:36-37 E ata që i bën të re me faktet tona janë shurdhë me mes të mbetur në errësira. Allahu e humb këtë dojë dhe e vë në rrugë të drejtë atë që do thuaju. Nëse u vjen dënimi nga Allahu ose u vjen kiameti, më tregoni, nëse jeni të sinqert, a do të thirrni këpos Allahut për ndihmë? Jo, vetëm atij, Allahut do t'i luteshi, e nëse do ai, ju heq atë për çka i luteni, e do t'i harronit ata, Zota, që ja shoqëronit. Ne kemi dërguar pejgamber edhe të popujt para teje, e derisa nuk dëgjuan. I dënuam me skamje e mjerim, ashtu që të përulen, e pse të mos përuleshin kur ju erdhi atyre dënimi jon? Por zemrat e tyre ishin ngrosor, po edhe djalli u ahjeshoi atë që bënin, me që lan pas dore atë me çka u këshilluan, t'i drejtohen Zotit, ne u hapëm dyert e çdo gjëje, begatije, derisa kur u gëzuan për atë që ju kishte dhënë, i kapëm befas. E ata mbetën të zhgënjur, ndaj u zhduk mbeturina e fundit e popullit mizor, pra falënderim i qoftë Zotit të botëve. 6:39-45 Thuaj, nëse Allahu ua merr të dëgjuarit, të pamurit dhe ua mbyll zemrat, pos Allahut cili Zot tjetër do t'ua sjell atë? Shi se si ua sqarojmë faktet e megjithë këtë ata nuk ua vën veshin, thuaj. Më tregoni nëse dënimi nga Allahut ju vjen befas ose me parashenja, a shkatërohet kush tjetër pos popullit mizor? 6:46-47 Thuaj, unë jam i ndaluar të adhuroj ata që i adhuroni ju, pos Allahut. Thuaj, unë nuk i ndjek dëshirat tuaja,
pse atëherë do të isha I humbur e jo prej të udhëzuarve në rrugë të drejtë, thuaj. Unë I përmbahem të vërtetës që më erdhi nga Zoti im. Ju e gënjyet atë, e për atë që nguteni ju dënimin nuk e bëj unë, vendimi I takon vetëm Allahut, ai e rrëfen të vërtetën dhe ai është më I miri I gjykatësve, thuaj, sikur të ishte ajo për të cilën nguteni ju të unë. Çështja mes meje dhe jush do të ishte e përfunduar. Allahu më së miri di për mizorët. 6, 56, 58. Çdo lajm e ka afatin e realizimit e më vonë ju do të kuptoni. Kur sheh ata se janë thelluar me tallje në çështjet tona, largohu prej tyre derisa të kalojnë në bisedë tjetër. Nëse djalli të bën të harrosh, e rri me ta, pasi të bie ndërmend, mos rri me popullin mizor, për ata që ruhen, për besimtarët, s'ka kurfar përgjegjësie që tallen, por duhet t'ju përkujtojmë në mënyrë që të ruhen edhe ata që tallen. 6, 67, 69. Hiqu atyre që e marrin fen në vend që ta respektojnë, për lojë e dëfrim dhe I ka mashtruar jeta e kësaj bote. Ti përkujto me të Kuranin që të mos bie njeriu viktime asaj që ka vepruar e që s'ka mbrojtës as ndërmjetësues për të pos Allahut. Madje ai, njeri, edhe nëse jep, çdo lloj shpagimi nuk I pranohet. Të tillët janë ata që ranë viktime asaj që punuan. Ata, për shkak se mohuan, përpije kanë ujë të vluar e dënim të idhët, thuaj, apos Allahut të adhurojmë çka nuk na sjell as dobi as dëm dhe të kthehemi mbrapa në kufër, pasi që Allahu na vuri në rrugë të drejtë? Dhe atëherë të bëhemi sikur ai, të cilin djallëzit e kanë rrëmbyer, e kanë hedhur në tokë, në një humner, e lënë të hutuar që, edhe pse ai ka shok që e therasin në rrugë të drejtë, I thonë, eja të ne, ai nuk përgjigjet. Thuaj, I vetmi udhëzim është ai udhëzimi I Allahut, dhe se jemi urdhëruar që t'i dorëzohemi Zotit të botëve. 6, 70, 71. Ata, mohuesit, nuk I njohën Allahun sa duhet njohur atë kur thanë, Allahu nuk I shpalli gjë asnjë njeriu. Thuaj, kush e zbriti librin me të cilin erdhi Musaje që ishte dritë e udhërrëfyes për njerëz, e të cilin ju e bëni të shpërndar në letra, që disa I prezentoni, kurse shumicën e fsheni. Dhe u mësuat çka nuk e dinit ju as prindërit tuaj? Thuaj, e zbriti Allahu. Mandej lëri ata që luajnë në atë kotësinë e tyre. 6, 91. E kush është më gabimtar I madh se sa ai që trillon re ndaj Zotit, ose thot, mua po më shpallet e nuk I është shpallur asgjë, ose se sa ai që thot, do të thur diçka të ngjashme me atë që e ka zbritur Allahu. Sikur t'i shije mizorët kur janë në agoni të vdekjes, e engjëjt kanë shtrirë duart e veta, me ndëshkim, u thonë, shpëtojeni pra vetveten, nëse mundeni. Tash përjetoni dënimin e turpshëm për shkak se e thoshit të pavërtetën për Allahun, dhe ndaj argumenteve të tij ishit kryeneq. 6, 93. E sikur të donte Allahu, ata nuk do të ishin idhujtar. Ne nuk të bëm për cilës të tyre e as që jem mbikëqyrës I tyre. 6, 107. Ata u betuan me një betim të fortë në Allahun, se nëse u vjen atyre ndonjë mrekulli, do ta besojnë.
thuaj, çështja e atyre mrekullive është te Allahu. E ku e dini ju, ndoshta kur të vinë ato nuk u besojnë, ne I rrotullojmë zemrat dhe të parët e tyre prej besimit, ashtu si kundër nuk e besuan atë Kur'anin për herë të parë dhe I lëm të bredhin të hutuar në atë mashtrimin e tyre. 6, 109, 110. E edhe si kur t'u zbritnim ne atyre engjëjt, t'u flitnim të vdekurit, t'u bonim atyre çdo send gjallës, konkretisht, ata nuk kishin për të besuar, vetëm po të donte Allahu, por shumica e tyre nuk din, se besimi është dhurat nga Zoti. 6, 111. Në qoftë se u bindesh shumicës mohuese që janë në tokë, ata do të largojnë ty nga rruga e Allahut. Ata nuk ndjekin tjetër vetëm supozime dhe nuk janë tjetër vetëm se renacar. 6, 116.